Përshëndetje, si të prezantohemi? Kako da se predstavimo? Në fillim, duhet të them diçka për emrat e përveçëm në gjuhën serbe. Shumica e emrave të përveçëm në gjinin mashkullore përfundojnë me bashkëtingëllore. Mushki rod, gjinia mashkullore. Urosh, Dejan, Petar, Miloš, Milan, Aleksandar, Miroslav, Jovan, Stefan, Igor. Vini re. Marko, Darko, Sava, Luka, Pavle, Gjorgje janë emrat e gjinisë mashkullore. Emrat e përveçëm në gjininë femërore kanë mbaresën A. Jelena, Milena, Ivana, Milica, Jovana, Sara, Natasha, Marija, Tamara, Sofia. Tani do të mësojmë si të prezantohemi. Ja sam Goran. A ti? Kosi. Unë jam Gorani. Po ti? Kush je? Ja sam Vesna. Unë jam Vesna. Drago mi je. Gëzohem. Drago je i meni. Gëzohem dhe unë. Pra, kush në shqip dhe ko në serbisht. Në gjuhën serbe, përdoret veta e dytë shumës si vetë e mirësjelljes. Dobar dan. Ja sam Aleksandar Jovanović. A vi? Dobar dan. Ja sam Dejan Petrović. Drago mi je. Gëzohem. Drago je i meni. Gëzohem dhe unë. Shumica e mbiemrave serb përfundojnë me iq. Marković, Pavlović, Nikolić, Popović, Gjorgjević. Vini re. Sam Dejan. Dejan sam. Kur duhet të prezantohemi, mënyra e vetme është ja sam Dejan. Mënyra tjetër për prezantimin e vetes është me foljen zvati se. Dhe kjo do të thotë quhem. Së pari të shohim si zgjedhohet kjo folje në kohën e tashme. Zvati se. Ja se zovem. Unë quhem. Ti se zovesh. Ti quhesh. On se zove. A i quhet. Ona se zove. Ajo quhet. Ona se zove. Mi se zovemo, ne quhemi. Vi se zovete, ju quheni. Oni se zovu, ata quhen. One se zovu, ato quhen. Ona se zovu. Vini re. Nëse nuk përdorim për emrin vetor, duhet të themi kështu. Zovem se, quhem. Zovesh se, quhesh. Zove se, quhet. Zovemo se, quhemi. Zovete se, quheni. Zovu se, quhen. Ja se zove Milica. A ti? Unë quhem Milic. Po ti? Ja se zovem Igor. Unë quhem Igor. Apo, zovem se Milica. A ti? Quhem Milic. Po ti? Ja se zovem Igor. Unë quhem Igor. Nëse dëshironi të thoni sa vjeç jeni, atëherë përdorim foljen imati, që është folja kam. Koliko godina imaš? Sa vjeç je? Imam 25 godina. A ti? Koliko godina imaš? Jam 25 vjeç. Po ti? Sa vječe je? Ja imam 26 godina. Unë jam 26 vječe.
Gde si rođen? Ku ke lindur? Ja sam rođen u Beogradu. A ti? Unë kam lindur në Beograd. Po ti? Ja sam rođena u Nishu. Unë kam lindur në Niš. A po? Rođen sam u Beogradu. Rođena sam u Nishu. Një folje tjetër që duhet të dini është folja zhiveti. Dhe kjo do të thot jetoj. Ta shohim këtë folje në kohën e tashme. Zhiveti. Ja zhivim. Unë jetoj. Ti zhivish, ti jeton. On zhivi, a i jeton. Ona zhivi, ajo jeton. Ono zhivi. Mi zhivimo, ne jetojmë. Vi zhivite, ju jetoni. Oni zhive, ata jetojnë. One zhive, ato jetojnë. Ona zhive. Ta shohim foljen dolaziti, që është folja vi. Ja dolazim. Unë vi. Ti dolazish, ti vjen. On dolazi, a i vjen. Ona dolazi, ajo vjen. Ono dolazi. Mi dolazimo, ne vim. Vi dolazite, ju vini. Oni dolaze, ata vin. One dolaze, ato vin. Ona dolaze. Gde živite? Ku jetoni? Ja živim u Beogradu. Unë jetoj në Beograd. Ja živim u Novom Sadu. Unë jetoj në Novi Sad. Apo pa përemrin vetor. Živim u Beogradu. Ja živim u Beogradu. Živim u Novom Sadu. Ja živim u Novom Sadu. Odakle dolaziš? Nga vjen. Dolazim iz Niša. A ti? Vi nga Niši. Po ti? Ja sam iz Sombora, ali živim u Novom Sadu. Unë jam nga Sombori, por jetoj në Novi Sad. Pra, gde në serbisht dhe në gjuhën shqipe, ku? Odakle, iz në serbisht dhe nga në gjuhën shqipe. Ali në serbisht dhe por në shqip. Vinjëre. Kad, kur, shta, çfar, zašto, pse. Shihemi së shpejti, vidimo së uskoro.